Përshëndetje miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Do të vi një person i ri në jetën tuaj. Kush është ky person? Do të vi së shpejti në jetën tuaj. Ky person i ri do të vi së shpejti në jetën tuaj. Kush është ky person? Vjen në një udhëtim lumturie në qelë të pastër drejt teje. Ky person do të vi shumë shpejt në jetën tuaj. Është një person shumë i vendosur për të ardhur tek ju, pa impenjime, i fokusuar te puna, te biznesi i tij. Dhe këtë pjesë të ardhjes së ty e vuan pak. E vuan pak me ne pa gjumë, pa stresuar, sepse ka qenë i fokusuar tek pjesa e biznesit të tij. Dhe këtë udhëtim do ta bëj enkas për të shprehur ty, princeshës së monedës, këtë ndjenjë të pastër që ka për ju. Pra, vjen shumë shpejt tek ju për të marrë këtë ndjenjë të pastër, për të shprehur atë që ai ndjen prej kohësh për ju. Ju jeni pak e dyzuar te kjo histori, por ardhja e tij, sepse keni mësuar një zhgënjim në jetën tuaj, në të shkuarën tuaj, ardhja e tij është shumë serioze, shumë e vendosur dhe mbrojt nga kjo rrot e fabrit. Pra, ky person do të vi shumë shpejt në jetën tuaj, është një person që ja vlen ta prisni, ja vlen të pranoni ato fjalët që ai do të thotë, sepse çdo fjalë që thotë e ka me vepra, pra e ka të shprehur dhe me vepra, jo vetëm me fjalë. Pra është një person shumë serioz që vjen tek ju shumë shpejt për të ndryshuar në çdo aspekt të jetës tuaj. Ne rezonon me gërmën R, gërmën Z, është energji e përgjithshme dhe nuk rezonon me të gjithë. Me gërmën P, gërmën J, N, gërmën E, Y, G, gërmën O, gërmën S, L, B dhe gërmën J. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me binjakët, me gaforen, me ligjëreshën, ujorin, peshqit, me peshore, akrepi dhe me luani. Faleminderit shumë, miqtë mi.